vetme që ka folë Hashim Thaçi me mu në luftë, edhe ajo kujtohet. Më ka thonë me shumicën e gjerave, pra me shumë çka kam folë në atë intervistë, o shumë e mirë, por vetëm me disa gjera nuk ishte pajtu me mu, dhe thot, kaq. Atë kujtohet nëse kishte ndonjë gjë me vete Hashim Thaçi kur të foli në këtë rast? Kujtohet çfarë arme ka pas, me thonë drejtën me vete. Dëshmitar, në intervistën që keni dhënë ZPS-s dhe gjatë përgatitjes, ju përmendni se keni takuar Hashim Thaçin për herë të parë në Prapaqan në gusht 98-s. Po ju pyes, kjo është e vetmja herë që jeni takuar me Hashim Thaçin në gusht 98-s? Kjo është e para herë që jam taku. And Thoni Prapaqan në gusht 98, kështu? Prapaqan në gusht 98. Një 3 ditë para se me ra logja. now, Në gusht të vitit 98, veç një herë e keni takuar Hashim Thaçin, apo jeni takuar me të përsëri në gusht? Në gusht jam taku edhe në Kleçk. Ka qenë 2 ditë para se me ra Kleçka, 2-3 ditë, në shtëpinë e Zenel Shalës, ku isha i strehum si i plagosë në rrugë. no. Ky takim që ka ndodhur në Kleçk ishte përpara apo pas takimit tuaj me Hashim Thaçin në Prapaqan? Prapaqan. And you mentioned Dhe e thatë që ishte 2 ditë përpara se të merri Kleçka. Në datë të cilit muaj është marrë Kleçka? Kleçka ka ra me 25 gusht 98. was anyone Ishte dikush tjetër i pranishëm me Hashim Thaçin në atë rast? Në Kleçk? Komandant Kumanova, dhe unë besoj që ai e ka sjell, e ka marrë me vete Hashim Thaçin. Ishte vizita e tij, mund duket e punës në lidhëm në atë për çka ka bisedu komandant Kumanova me mu. to be clear, Që t'jemi qartë që ishte vizit pune e tij, për cilin bëhet fjalë, kush e kishte këtë vizit pune? Që komandonte me pozicionet në Luzhnicë dhe në Kleçk. what was command Si quaj në të vërtet komandant Kumanova? Pas lufte kom marrë vesh që ka qenë Ismet Jashari. is commander Komandant Kumanova, pra Ismet Jashari, a është gjallë sot? Ajo është vrarë me ditën e sulmit në pozicionet e Luzhnicës me 25 gusht 98. to be clear, Që t'jemi të qartë, ju thoni më 25 gusht 98, atëherë ka vdekur komandant Kumanova? no. Komandant Kumanova, çfarë tha, nëse tha në një gjë, çfarë të tha ty në këtë rast në Kleçk, kur u takuat? është mundu me mi spjegu si e ka organizu mbrojtjen e pozicioneve në Luzhnicë, që mos me depërtu forcat serbe për në Kleçk, edhe pozicione tjera. Dhe më kujtohet shumë mirë se kemi bisedu rreth atyne pozicioneve edhe çka duhet ndërmarrë që të përmirësohen pozitat. Më kujtohet shumë mirë që e lam që pas një ditë e 2 ajt vjen dhe të me merr ashtu të plagosën dhe të shkoj në vend ngjarjes t'i shoh vet pozicionet. Këto kemi bisedu, pra këto gjëra i kemi bisedu me te.
Më kujtohet kur i kam thonë që ai ka siguru krahun e djathtë edhe të majtë të pozicioneve. Më ka thonë që anej është mal dhe nuk mund të vinë. Forcat serbe kam thonë bash anej ka mali vinë. Se këtë problematikun e kum pasë në Morin 98-ën. Këtë përvoj. While Commander Ndërkohë, më falni, kur të dha komandant Kumanova këtë informacion, Hashim Thaçi, a ishte i pranishëm? A e dëgjoi dhe ai ato çfarë tha komandant Kumanova? and did Hashim Hashim Thaçi, a tha ndonjë gjë lidhur me këtë temë? Lidhur me këtë që tha komandant Kumanova, sa e takon organizimit të pozicioneve mbrojtëse apo jo? Nga 3 herët që jam taku me Hashim Thaçin gjatë luftës në Kosovë, është e vetmja herë që Hashim Thaçi ka folë. Pra në të 2 tjerat, në Prapaçan dhe pastaj në Ladros, nuk ka folë. Aty e ka pas, më kujtohet, intervistën time në Kombi, edhe ka thonë që kam thonë shumë fjalë të mira në te. Pra, më ka lavdu që shumë gjëra të mira kam thonë në atë intervistë, por që me disa gjëra nuk pajtohet me mu. Nuk i ka cekë cilat. and just for clarity Që ta sqarojmë, Hashim Thaçi të tha që pajtohej me disa nga gjërat që ke thënë, por nuk pajto me disa nga gjërat e tjera që ke thënë Kombit. Në Kleç këta tha këtë, në gushtën 98-ës? Vetme që ka folë Hashim Thaçi me mu në luftë, edhe ajo kujtohet. Më ka thonë me shumicën e gjërave, pra me shumë që ka kam folë në atë intervistë, o shumë e mirë, por vetëm me disa gjëra nuk ishte pajtu me mu, dhe thot, kaq. do you recall Atë kujtohet çfarë kishte veshur Hashim Thaçi në këtë rast? E ka pas, duket të njëjtën uniformë ushtarake ka pas. and do you recall Atë kujtohet nëse kishte ndonjë gjë me vete Hashim Thaçi kur të foli në këtë rast? Kujtohet çfarë arme ka pas, me thonë drejtën me vete. I'm not asking Po themi për armë, nuk tham armë. A kishte ndonjë gjë me vete? A mbante gjë në duar? A ju tregoi ndonjë gjë? Jo domosdoshmërisht armë. Asgjë tjetër, nuk e folë asgjë tjetër. Biseda ka qenë e përqendruar e komandant Kumanovës me mu. you mentioned that Hashim Ju thatë që Hashim Thaçi bisedoi me ju për intervistën Kombi. Ai me vete, a kishte ndonjë kopje të kësaj interviste? Mishet i kundërshtoi o suggestionuese. Gjykatësi është suggestionuese, pranohet kundërshtimi. Prokurori. Dëshmitar, a ju kujtohet që gjatë intervistës më zëvëthën këne thënë që kishte një kopje me vete, mishet i kundërshtoi. Tani po përpiqet që të vej në dyshim besueshmërinë e dëshmitarit, nuk po ve në dyshim besueshmërinë e dëshmitarit, po përpiqem të bëj një sqarim. Mishetiç, atëherë kam një parashtrim pa pranimin e dëshmitarit. Yes, witness your Dëshmitar, duhet largoni pak çaste nga salla e gjyqit. Do largoni tani nga salla e gjyqit në shoqërinë e asistentes së sallës.